Policia e Kosovës ka ndërhyrë sot në palestrën sportive në Mitrovicën e Veriut duke ndaluar zyrtarët komunal që të largojnë karriget me ngjyra që simbolizojnë qytetin e Mitrovicës dhe t'i zvendçojnë ato me karrige që përfaqësojnë flamurin e Serbisë. Nga brenda palestrës sportive është siguruar një fotografi ku shihen zyrtarë të policisë së Kosovës të pranishëm në ambientet e objektit. Në pamjet e siguruara nga salla e sportit është parë edhe Igor Simić, përfaqësuesi i listës serbe. Deri në këto momente, policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje zyrtare lidhur me arsyet e ndërhyrjes apo rrethanat që kanë çuar në këtë situatë. Mësohet se tentativa e disa personave në Mitrovicën e Veriut për largimin e ulseve me ngjyrat që simbolizojnë qytetin e Mitrovicës dhe vendosjen atyre me ngjyrat e flamurit të Serbisë në palestrën sportive u ndaluan nga policia që pas ditën e së martës. Tani ulset që u tentuan të vendoseshin u larguan dhe pamja u kthye më parë me ulset me ngjyrën e gjelbër dhe të bardhë. Në përgjigje për Kallxo.com, Veton Elshani, zëvendës drejtori drejtorisë rajonale Mitrovic-Veri, tha se policia ka pranuar informacion se po zhvillohen punime në sallën e sporteve. Ne kemi shkuar aty për t'u njoftuar me situatën dhe çdo gjë është sqaruar dhe nuk ka ndonjë problem për ta theksuar, tha Elshani.